Mirdita, sot po bëj grosh. Groshët do t'i bëj si që i bënim kimati. I kam vënë në ujë në darke, i kam baj gjithë natën, i kam shplarë, kam derdhë ujtin që i kam baj gjithë natën, dhe i kam vënë dhe një valë, kam derdhë ujin e parë. E derdhë ujtin e parë, u jap një valë dhe e derdhë. U derdhë 2 ujra, një të natës dhe një që i kam dhënë valë. Si që bëj unë groshë. Tash po i vë për të zier. I vë në tenxhere presioni, për arsye se shkurtoj kohë, zihen më shpejt. Po t'i vesh në tenxhere zakonshme, varet nga grosha. Ka dhe grosh që është e vjetër dhe të vonon, ka dhe grosh të re. Ne tash këtu e marrim groshën në supermarket dhe nuk dim si çfarë groshe është. Kështu që detyrojmë ta vë groshën në tenxhere presioni për kokë. I hedhe një kokë qep brenda dhe preram copë të mëdha. Dhe as i gjë tjetër. Dhe vë të ziej. Sa minuta? Po, do 20 minuta. Për në 20 minuta do të shikoj. Pastaj do t'i bëj salcën, si që bëni më përpara në tigan. Edhe ja hedh përsipër, po si fillim të zije grosha. Për 15 minuta e kam hequr kapakun, grosha më ka zije shumë shpejt. 15 minuta kohë më ka hangër. E largoj dhe vë tiganin, që t'i bëj salcën, si që ja bënim përpara groshës. Hedh vajin tigan. Në atë kohë se kishim vaj në ullirit, hedhim vaj kikiriku. Dhe atës e kishim e bollik. Do lë pak vajin të nxehet dhe filloj me radhë dhe qepën gjithë ato që duhen. Hedh qepën. Me qepën bashkë i hedhe një kokë preshi. Më pëlqen dhe preshi se jep shumë shije. I hedhe një gjysmë speci të kuq. I hedh pak krip qepës. I shtoj dhe salcën e domates. Domate i hedh nga kjo me domate të vogla. Të kufive, nuk e hedh të gjithë shumë. Nuk e skuq shumë qepën, se do zi prap me groshën, një 10 minuta. I hedhe pak spec të kuq. E shtyp domaten qik shumë me lu, këtë bëhet si salcë. Mos ngele domate. E largoj tiganin. Dhe hej tenxheren prap. Ja hedh përsipër. Dhe lë gati 10 minuta, tash që zihen bashkë. E shoh dhe për krip. E përzi. Dhe do të lë gati 10 minuta. Grosha është gati, ka zier mirë. 15 minuta më hëngri me tenxherën e presionit, ndërsa 10 minuta
me hëngri kështu vetëm me salcën, po pa presion, të zakonshme. I hedh dhe pak vaj ulliri për sipër. Kjo është grosha ose fasule, si që themin pikjeras. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj ditë të mbarë. Shëndet.